Përdorimi i trëndafilit të egër lufton inflamacionin, redukton varicet dhe eliminon rrudhat në fytyrë. Të plakesh është e pashmangshme, megjithatë varet edhe nga çdo person nëse procesi është i përshpejtuar apo i vonuar. Vitamina C është e veçantë kur bëhet fjala për mbajtjen e cilësisë së indeve të trupit në gjendje optimale. Kjo lëndë ushqyese mund të merret në shumë ushqime, ndër të cilat bie në sy edhe trëndafili egër. Kokrat e trëndafilit të egër janë të afta të reduktojnë një sër sëmundjesh në organizmin ton, siç janë varicet dhe inflamacionet e muskujve dhe tendinave. Sa i përket estetikës, trëndafili është i veçantë për trajtimin e rrudhave të lëkurës dhe luftën kundër plakjes. Rekomandohet konsumimi i tij gjatë gjithë vitit pasi përmban shumë vitaminë C, më shumë se sa për shembull portokalli ose limoni, dy agrume shumë të vlerësuara në fushën e mjekësisë. Përdorimi i kokrave të trëndafilit, qoftë direkt si krem apo recel, lëng ose nëpërmjet ilaçeve, ndihmon në trajtimin e inflamacionit në traktin respirator, gjendje që zakonisht manifestohet në ftohje për shkak të temperaturave të ulta ose ndryshimeve drastike të motit. Efektet negative. Por trëndafili egër gjithashtu mund të shkaktojë alergji tek disa njerëz që përfshin simptoma të tilla si kruarje, skuqje, ëndje dhe probleme me frymarrjen. Përveç kësaj, konsumimi i tij mund të shkaktojë kapsllëk për shkak të vetive të tij astringente. Sipas studimeve, gratë shtatzana ose ato që ushqejnë me gjë fëmijët duhet ta shmangin konsumimin e tij.